Para nesh është zonja Emine Demiri, asambliste e komunës Fushë Kosovës, njëherit kandidate e lëvizjes vendosje. Zonja Demiri, fillimisht çfarë mund na thoni rreth zgjedhjeve, me qenë se jemi në prag, çfarë pritni nga to? Unë si asambliste për këto zgjedhje lokale për komunën e Fushë Kosovës, shpresoj që do të kemi një ndryshim në komunën e Fushë Kosovës për qytetarët, në përgjithësi dhe për rrethinën në Fushë Kosovë, për ndërtimin e shkollave të reja, sidomos në fshatin Nakarat, në pjesën që gjendet afër në Fushë Kosovë, ndërtimin e çerdheve që të kenë kushtet sa më të plotësuara të gjithë fëmijët dhe nxënësit, sidomos fëmijët që gjenden në shkollë. Po ashtu edhe për infrastrukturë, të kemi kushte sa më të mira për të gjithë qytetarët e komunës së Fushë Kosovës me rrethinë. Kuptuam se me që se gjendemi këtu në selinë e vendosjes në Fushë Kosovë, kemi kuptuar se zoti Valon Përbreza do të jetë kandidat për kryetar i Fushë Kosovës. Disa prioritete na përmendja edhe ai, po edhe ju si asambliste, çfarë mund të na thoni, cilat do të jenë prioritetet nëse vini në pushtet, domethënë në komunë? Prioritetet për zotin Valon Përbreza janë premtimet të cilat i jep dhe do t'i përmbush ato premtime si për arsim, për shëndetësi, për infrastrukturë dhe për të gjitha kushtet sa më të mira për qytetarët e Fushë Kosovës. Këtu jemi dëshmitar se në Fushë Kosovë gjendet edhe një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, respektivisht nga Kosova Lindore, të cilët ballafaqohen kanë disa telashe me kompletimin e dokumentacioneve të jenë qytetarë të Republikës Kosovës. Çfarë mund të na thoni apo çfarë do të ishte mesazhi juaj drejtuar atyre bashkëkombëzve tanë? Shpresojmë që edhe për këto probleme të dokumenteve për qytetarët e Preshevës që gjenden në Fushë Kosovë, do të plotësohen edhe kushtet për letërnoftimet që të jenë të qëndrueshme jo për një afat të shkurtër, por të jenë të qëndrueshme sa me afat të gjatë, për një të qëndrueshme. Ju falenderoj, ju uroj suksese. Faleminderit edhe juve, faleminderit.